Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Kozaku tregon datën kur do të dalë Klevjo nga burgu. TikTokeri i njohur Kozak ka treguar në rrjetet sociale pas arrestimit dhe ekstradimit të reperit Klevjo nga Dubai në Shqipëri datën se kur ai do të dalë. Ai ka publikuar një foto me mbishkrimin: "Lirojeni gangon, mos u guzoni, shumë pak muaj ka për të bërë, vetëm 6 muaj burg ka", duke lënë të kuptohet se sipas tij Klevjo do të qëndrojë pas hekurave vetëm 6 muaj dhe më pas do të jetë i lirë. Kujtojmë se javën e kaluar Klevjo është ekstraduar nga Dubai në kuadër të operacionit ndërkombëtar The Wanted në bashkëpunim mes Interpol Tiranës dhe Interpol Abu Dhabit. Reperi akuzohet se për një periudhë të gjatë ka përndjekur një shtetas dhe familjarët e tij, përfshirë edhe përmes rrjeteve sociale. Gjithashtu ndaj tij ekziston një dënim i formës së prerë nga gjykata e Fierit prej 9 muajsh burg për thyrje të masës së sigurisë. Ai u ndalua në Dubai disa muaj më parë, ku paraprakisht dyshohet se gjatë shoqërimit u konstatua në posedim të lëndëve narkotike. Përveç këtyre, Klevjo është në hetim edhe për porositjen e djegjes së një automjeti luksoz në pronësi të Kozak Braçit, si dhe për kallëzime të tjera të paraqitura nga figurat publike.